Kreu i 6. Imagjinata, puna e mendjes. Hapi 5 drejt pasurimit. Imagjinata është në kuptimin e vërtetë të fjalës vendi i punës ku janë formuar të gjitha planet e krijuara nga njeriu. Impulsit e dëshirës i jepet korniza, forma dhe veprimi përmes ndihmës së aftësisë imagjinuese të mendjes. Thuhet se njeriu mund të krijojë çdo gjë që ai mund ta imagjinojë. Nga të gjitha korat e qytetërimit, kjo është më e favorshme për zhvillimin e imagjinatës, sepse është një kohë me ndryshime të shpejta. Në çdo rast mund të ndeshen stimuj që zhvillojnë imagjinatën. Përmes ndihmës së aftësisë së tij imagjinuese, njeriu ka zbuluar dhe shfrytëzuar gjatë 50 viteve të fundit më shumë prej forcave të natyrës se sa gjatë gjithë historisë njerëzore deri në këtë kohë. Ai e ka pushtuar ajrin kaq plotësisht sa zogjt janë një kundërshtar i dobët në fluturim. Ai e ka shfrytëzuar eterin dhe e ka bërë atë të shërbejë si mjet i menjëhershëm komunikimi në çdo pjesë të botës. Ai ka analizuar dhe peshuar diellin në një largësi prej miliona miljesh dhe ka përcaktuar me ndihmën e imagjinatës elementet nga të cilat ai përbëhet. Ai ka zbuluar se truri i tij është në të njëjtën kohë një stacion transmetimi dhe pranimi për vibrimet e mendimit, edhe ka filluar tani të mësoj se si ta përdor praktikisht këtë zbulim. Ai e ka rritur shpejtësinë e trenave derisa ne tani mund të udhëtojmë me një shpejtësi prej më shumë se 300 km/h. Do të vi koha shumë shpejt kur dikush mund të hajë mëngjes në New York edhe të darkojë në San Francisco. Kufizimi i vetëm i njeriut, brenda arsyes, qëndron në zhvillimin dhe përdorimin e imagjinatës së tij. Ai nuk e ka arritur ende kulmin e zhvillimit në përdorimin e aftësive të tij imagjinuese. Ai ka zbuluar vetëm se ka imagjinat dhe ka filluar ta përdorë atë në një mënyrë shumë elementare. Dy format e imagjinatës. Aftësia imagjinuese funksionon në dy forma. Njëra është e njohur si imagjinata sintetike, kurse tjetra si imagjinata krijuese. Imagjinata sintetike. Nëpërmjet kësaj aftësie, dikush mund t'i organizojë konceptet e vjetra, idetë ose planet në kombinime të reja. Kjo aftësi nuk krijon asgjë. Ajo thjesht punon me materialet e përvojës, arsimit dhe të zhgënjimeve me të cilat është ushqyer. Kjo është aftësia më e përdorur nga shpiksit, me përjashtim të atyre që shkojnë drejt imagjinatës krijuese, kur nuk mund të zgjidhin problemin me anë të imagjinatës sintetike. Imagjinata krijuese. Nëpërmjet aftësisë së imagjinatës krijuese, mendja e kufizuar e njeriut ka komunikim të drejtpërdrejtë me inteligjencën e pafundme. Kjo është aftësia përmes së cilës përftohen ndjenjat dhe frymëzimet. Nëpërmjet kësaj aftësie, i dorëzohen njeriu të gjitha idetë fillestare ose të rejat. Me anë të kësaj aftësie, perceptohen vibrimet e mendimeve të tjerëve. Me anë të kësaj aftësie, dikush mund të kalojë në të njëjtat valë ose të komunikojë me nënvetëdijen e njerëzve të tjerë. Imagjinata krijuese punon automatikisht sipas mënyrës së përshkruar në faqet e mëposhtme. Kjo aftësi funksionon vetëm kur mendja e ndërgjegjshme vibron me një shkallë jashtëzakonisht të shpejtë, si për shembull kur mendja e ndërgjegjshme stimulohet përmes emocioneve të një dëshire të fortë. Aftësia krijuese bëhet më syçelët, më e hapur ndaj vibrimeve nga burimet e përmendura në përpjestim me zhvillimin e saj përmes përdorimit. Ky pohim është i rëndësishëm. Meditoni mbi të përpara se të vazhdoni më tej. Mbani mend, ndërsa ndiqni këto parime, se e gjithë historia se si dikush mund ta konvertojë dëshirën në para, nuk mund të thuhet me një pohim. Historia do të jetë e plotë vetëm kur të keni zotëruar, asimiluar dhe filluar të përdorni të gjitha parimet.
udhëheqësit e mëdhenj të biznesit, industrisë, financës, artistët e mëdhenj, muzikantët, poetët dhe shkrimtarët bëhen të mëdhenj sepse ata zhvillojnë aftësinë e imagjinatës krijuese. Të dyja aftësitë e imagjinatës, sintetike dhe krijuese, bëhen më së çelta me rritjen e përdorimit, ashtu si çdo muskull ose organ i trupit zhvillohet nëpërmjet përdorimit. Dëshira është vetëm një mendim, një impuls. Ajo është e njergullt dhe jetë shkurtër. Ajo është abstrakte dhe e pavlerë, derisa shndërrohet në ekuivalentën e saj fizike. Ndërsa imagjinata sintetike është ajo që do të përdoret më shpesh në procesin e shndërrimit të impulsit të dëshirës në para. Ju duhet të mbani mend faktin se mund të përballeni me rrethana dhe situata që krijojnë gjithashtu përdorimin e imagjinatës krijuese. Aftësia juaj imagjinuese mund të jetë dobësuar për shkak të mosveprimit. Ajo mund të ringjallë dhe të bëhet suçelët përmes përdorimit. Kjo aftësi nuk vdes, edhe pse mund të kthehet në jo aktive nga mungesa e përdorimit. Përqendroni për momentin vëmendjen tuaj në zhvillimin e imagjinatës sintetike, sepse kjo është aftësia që do të përdorni më shumë në procesin e konvertimit të dëshirës në para. Shndërrimi i impulsit e jo material të dëshirës në realitetin e prekshëm të parave kërkon përdorimin e një plani ose të disa planeve. Këto plane duhet të formohen me ndihmën e imagjinatës dhe kryesisht me aftësinë sintetike. Lexojeni të gjithë librin, edhe më pas kthehuni sërish në këtë krye dhe filloni menjëherë ta vini imagjinatën tuaj në punë për krijimin e një plani ose të disa planeve për shndërrimin e dëshirës suaj në para. Udhëzime të hollësishme për ndërtimin e planeve janë dhënë pothuajse në çdo krye. Ndiqni udhëzimet që u përshtaten më mirë nevojave tuaja. Hidhini planet në letër, nëse tashmë nuk e keni bërë. Në çastin kur ju e plotësoni këtë, padyshim që do t'i keni dhënë formë konkrete dëshirës së paprekshme. Lexojeni fjalinë e mësipërme edhe një herë. Lexojeni me zë të lartë, shumë ngadalë, dhe ndërsa e bëni këtë, mos harroni që në çastin kur ju krijoni deklaratën e dëshirës suaj, si edhe një plan të shkurtër për realizimin e saj, keni hedhur në të vërtetë hapin e parë të një serie hapash, të cilët do t'ju mundësojnë t'i konvertoni mendimet në ekuivalentet e tyre fizike. Toka në të cilën jetoni ju vetë dhe çdo gjë tjetër materiale janë rezultate të ndryshimeve evolutive përmes të cilave copa mikroskopike të materjes janë organizuar dhe përshtatur në mënyrë të rregullt. Për më tepër, edhe kjo deklaratë është e një rëndësie të jashtëzakonshme në këtë tokë, secila prej miliarda qelizave individuale të trupit tuaj, si dhe çdo atom i materjes, fillon si një formë energjie jo materiale. Dëshira është impulsi i mendimit. Impulset e mendimeve janë forma të energjisë kur ju filloni me impulsin e mendimit të dëshirës për të grumbulluar para. Ju po rekrutoni në shërbimin tuaj të njëjtën gjë që natyra ka përdorur në krijimin e kësaj toke dhe të çdo forme materiale në univers, duke përfshirë edhe trupin edhe trurin tek të cilët funksionojnë mendimet e impulseve. Për aq sa shkenca ka qenë në gjendje të përcaktojë, i tërë universi përbëhet nga dy elementë, materia dhe energjia. Përmes kombinimit të energjisë dhe materjes, është krijuar çdo gjë e perceptueshme nga njeriu, nga ylli më i madh që nëton në qiell deri poshtë, duke përfshirë edhe njeriu. Ju tani jeni të angazhuar me detyrën e përpjekjes së përfitimit nga metodat e natyrës. Ju jeni, shpresojmë sinqerisht dhe seriozisht, duke u munduar që të përshtatni veten tuaj me ligjet e natyrës, duke u përpjekur që ta ktheni dëshirën në ekuivalenten e saj fizike ose monetare. Ju mund t'ja dilni mban. Është bërë edhe më parë. Ju mund të ndërtoni një pasuri të madhe me ndihmën e ligjeve
të cilat janë të pandryshueshme. Por, më së pari, duhet t'i njihni këtë ligje dhe të mësoni të përdorni ato. Përmes përsëritjes dhe duke u mbështetur në përshkrimin e këtyre parimeve, në çdo kënd të mundshëm, autori shpreson të zbulojë sekretin përmes të cilit është grumbulluar çdo pasuri e madhe. Sado e çuditshme dhe paradoksale mund të duket, sekreti nuk është një sekret. Vetë natyra e bën atë të njohur në tokën në të cilën jetojmë. Në yjet, planetet që ne mund të shohim, në elementet mbi dhe rreth nesh, në çdo fije bari dhe në çdo formë të jetës brenda vizionit tonë. Natyra e bën të njohur këtë sekret me anë të biologjisë në konvertimin e një qelize të vogël, aq të vogël sa mund të jetë e padallueshme në qenien njerëzore që tani po lexon këtë rreshta. Konvertimi i dëshirës në ekuivalenten e saj fizike, sigurisht që nuk është më shumë i mrekullueshëm. Mos u shkurajoni nëse nuk i kuptoni plotësisht ato që janë thënë. Me përjashtim të rastit nëse keni qenë prej kohësh një student i mendjes, nuk pritet që ju të asimiloni gjithçka që përmban ky krye që me leximin e parë. Por, me kalimin e kohës, do të bëni përparime të dukshme. Parimet që pasojnë do t'ju hapin rrugën e të kuptuarit të imagjinatës. Asimiloni atë që mund të kuptoni ndërsa lexoni këtë filozofi për herë të parë. Edhe më pas, kur ta rilexoni dhe studioni atë, do të zbuloni se ka ndodhur diçka që ju ka ndihmuar për sqarimin e përmbajtjes edhe kuptimin e saj më të gjerë. Mbi të gjitha, mos ndaloni, as mos ngurroni të studioni këto parime, derisa ta keni lexuar librin të paktën 3 herë, sepse atëherë nuk do të doni të ndaloni. Si ta praktikoni imagjinatën? Idetë janë piknisjet e të gjitha pasurimeve. Idetë janë produkte të imagjinatës. Le të shqyrtojmë disa ide të njohura, të cilat kanë krijuar pasuri të mëdha me shpresën se këto ilustrime do të përcjellin informacione të qarta në lidhje me metodën me të cilën imagjinata mund të përdoret për grumbullimin e pasurive. Kazani magjik. 50 vjet më parë, një mjek i moshuar erdhi në qytet nga fshati, e lidhi kalin e tij, u fut qetësisht nga dera e pasme në një farmaci dhe filloi të bënte disa marrëveshje të vogla me farmacistin e ri. Misioni i tij ishte i paracaktuar të krijonte pasuri të mëdha për shumë njerëz. Ishte i paracaktuar të sillte në jug përfitimin më gjerësisht të përhapur që nga lufta civile. Për më shumë se një orë, mjeku i moshuar dhe nënpunësi biseduan me tone të ulta mbi letrën e recetës. Më pas, mjeku u largua. Ai shkoi te kali dhe u kthye përsëri, duke sjell një kazan modeli të vjetër, një lugë të madhe druri, e përdorur për përzierjen e përmbajtjes së kazanit, dhe i vendosi ato në fund të dyqanit. Nënpunësi kontrolloi kazanin, futi dorën në xhepin e tij të brendshëm, nxori një tufë kart monedash dhe ja dorëzoi mjekut. Tufa ishte saktësisht $500, të gjitha kursimet e nënpunësit. Mjeku i dorëzoi një copë të vogël letre ku ishte shkruar formula sekrete. Fjalët në atë letër të vogël kishin vlerën e një shpërblimi mbretëror, por jo për mjekun. Këto fjalë magjike ishin të nevojshme për ta vënë kazanin të zjente, ndërkohë që as mjeku dhe as nënpunësi i ri nuk e dinin se çfarë fati i shkëlqyer ishte paracaktuar të rriste nga ai kazan. Mjeku i moshuar ishte i gatshëm ta shiste zbulimin për $500. Parat do të paguanin borxhet e tij dhe do të falnin lirinë e mendjes. Nënpunësi po ndërmerrte një shans të madh duke hedhur kursimet e të gjithë jetës së tij në një copës të thjeshtë letre në një kazan të vjetër. Ai kurrë nuk e kishte ëndërruar
se investimi i tij do të fillonte me një kazan të tembushur me arë, që do të tejkalonte edhe arritjet e mrekullueshme të llampës së Aladinit. Ajo çka nën punë si bleu me të vërtet, ishte një ide. Kazani i vjetër, luga e drunjt edhe receta sekrete në copëzën e letrës ishin rastësore. Arritja e çuditshme e këtij kazani filloi të zhvillohej pasi pronari i ri i përziu sipas udhëzimeve sekrete një përbërës për të cilin mjeku nuk dinte asgjë. Lexojini me kujdes këtë histori. Jepni me imagjinatën tuaj një provë. Shikoni nëse mund të zbuloni se çfarë shtoi i riu në formulën e fshehtë, e cila bëri që kazani të mbushej plot me arë. Ndërsa lexoni, mos harroni se kjo nuk është një histori nga 1001 netët. Këtu kemi një histori faktesh, më të çuditshme se trillimet. Fakte që fillojnë në formën e një idejeje. Le të hedhim një vështrim mbi pasuritë e mëdha të arit që kjo ide ka prodhuar. Ajo u ka paguar dhe ende vazhdon të paguaj vlera të mëdha burrave dhe grave në të gjithë botën, të cilët shpërndajnë përmbajtjen e kazanit për miliona njerëz. Kazani i vjetër është tani një nga konsumatorët më të mëdhenj në botën e sheqerit, duke siguruar vende të përhershme pune për 1000 burra dhe gra të angazhuara në rritjen e kallamit të sheqerit, në rafinimin dhe në shitjen e tij. Kazani i vjetër konsumon çdo vit miliona shishe qelçi, duke siguruar vende pune për një numër të madh të punëtorëve të qelçit. Kazani i vjetër siguron punësimin për një ushtri nënpunësish, stenografësh, fotokopjuesish edhe ekspert reklamash në të gjithë kombin. Ai i ka sjell famë dhe pasuri shumë artistëve që kanë krijuar fotografi madhështore për të përshkruar produktin. Kazani i vjetër e ka kthyer një qytet të vogël në jug në kryeqytetin e biznesit të jugut, ku tani përfiton drejt për drejt ose tërthораzi çdo biznes edhe praktikisht çdo banor i qytetit. Ndikimi i kësaj ideje tani begaton çdo vend të civilizuar në botë, duke nxjerr shuma të vazhdueshme ari për të gjithë ata që e prekin atë. Ari i Kazanit ndërtoi dhe mirëmban një nga universitetet më të shquara të jugut, ku me mira të rinj marrin trajnimet e nevojshme për të pasur sukses. Kazani i vjetër ka bërë një nga gjërat më të mrekullueshme. Gjatë depresionit botëror, kur me mira fabrika, banka edhe biznese po zvogloheshin dhe falimentonin, pronari i këtij kazani magjik vazhdoi marshimin duke i dhënë punë të vazhdueshme një ushtrie burrash dhe grash në të gjithë botën dhe duke i paguar shuma të mëdha atyre që kohë më parë kishin besim në atë ide. Nëse produkti i atij kazani të vjetër, bronzi, mund të fliste, do të tregonte histori romantike, emocionuese në çdo gjuhë. Romanca dashurie, romanca biznesi, romanca burrash dhe grash profesionist që çdo ditë stimulohen prej atij. Autori është i sigurt për të paktën një romancë të tillë, sepse ka qenë pjesë e saj. Ajo filloi jo shumë larg nga vendi ku nënpunësi i farmacisë bleu kazanin e vjetër. Këtu, autori u njoh me gruan e tij edhe ajo ishte e para që i tregoi atij për kazanin magjik. Ishte produkt i atij kazani që po pinin, kur ai ia kërkoi asaj ta pranonte në të mirë dhe në të keqe. Tani që e dini se përmbajtja e kazanit magjik është një pije me famë botërore, është me vend që autori të rrëfej se qyteti nga doli pija e bashkoi atë me gruan edhe se vetë pija i siguroi atij nxitjen e mendimit pa i helmuar dhe kështu shërbeu për të dhënë freski mendjes, të cilën autori duhet ta ketë për të realizuar punën e tij më të mirë. Kudo që jeni, në çfarëdo profesioni që jeni angazhuar, mos harroni në të ardhmen
sa herë që të shihni fjalën Coca-Cola, që perandëria e saj e madhe e pasurisë edhe ndikimi u rrit nga një ide e vetme dhe se përbërësi misterioz që nënpunësi Asa Candler përziu me formulën sekrete ishte imagjinata. Ndaloni dhe mendoni një çast për këtë. Mos harroni gjithashtu se 13 hapat drejt pasurimit të përshkruar në këtë libër ishin mënyra përmes të cilit ndikimi i Coca-Colës është shtrirë në çdo qytet, vend, fshat dhe udhëkyç të botës dhe se çdo ide që ju mund të krijoni, që t'i përngjaj Coca-Colës, ka mundësinë ta dytishojë rekordin e jashtëzakonshëm të kësaj vrasjeje të etjes në mbar botën. Në të vërtetë, mendimet janë të prekshme dhe rrezja e tyre veprimit është vetë bota. Çfarë do të bëja nëse do të kisha $1 milion? Kjo histori e dëshmon të vërtetën e thënies së vjetër. Ku ka një vullnet, ka një mënyrë. Kjo më tha nga mësuesi dhe kleriku i dashur, i ndjeri Frank Gunsaulus, i cili e filloi karrierën e tij të predikimit në rajonin e fermave në jug të Chicagos. Ndërsa Gunsaulus shkonte në kolegj, vëriti shumë defekte të sistemit ton arsimor. Defekte të cilat ai besonte se mund t'i ndriçte nëse do të ishte drejtuesi i kolegjit. Dëshira e tij më e thellë ishte të bëhej drejtues i një institucioni arsimor ku të rinjve dhe të rejave do të mësohej të mësonin duke bërë. Ai vendosi në mendjen e tij që të organizonte një kolegj të ri në të cilin të mund të zhvillonte idetë e tij pa u ndikuar nga metodat ortodokse të arsimit. Por kishte nevojë për $1 milion që të vinte në jetë projektin. Ku do ta gjente ai një shumë kaq të madhe parash? Kjo ishte pyetja që tërhoqi pjesën më të madhe të mendimit të këtij predikuesi të ri ambicioz. Edhe nuk dukej sikur ai po bënte ndonjë përparim. Çdo natë flinte me atë mendim. Ngrihej me të në mëngjes. E merrte atë me vete kudo që shkonte. E sillte dhe risillte në mendjen e tij derisa ajo u bë një mani gërryese për të. $1 milion janë shumë para. Ai e pranoi këtë fakt, por ai gjithashtu pranoi të vërtetën se kufizimi i vetëm është ai që dikush e vë në mendjen e tij. Duke qenë si filozof ashtu edhe predikues, doktor Gunsaulusi e kuptoi, ashtu si të gjithë ata që ja dalin mban në jetë, që përcaktimi i qartë i qëllimit është pika fillestare nga e cila duhet të fillohet. Ai gjithashtu kuptoi se përcaktimi i qartë i qëllimit merr energji, jetë dhe fuqi kur mbështeten nga një dëshirë e zjarrt për ta përkthyer atë qëllim në ekuivalentën e tij materiale. Ai i dinte të gjitha këto të vërteta të mëdha, por nuk dinte se ku ose si t'i siguronte $1 milion. Rrjedha e natyrshme do të ishte që të hiqte dorë dhe të largohej duke thënë: në rregull, ideja ime është e mirë, por unë nuk mund të bëj asgjë me të, sepse kurrë nuk mund të siguroj $1 milion që më nevojitem. Kjo është pikërisht ajo që shumica e njerëzve do të kishin thënë, por nuk është ajo që tha doktor Gunsaulus. Çfarë tha ai edhe çfarë bëri janë kaq të rëndësishme sa unë tani po e paraqes dhe po e lë të flas ai vetë. Një të shtunë pasdite, isha ulur në dhomën time duke menduar rrugë dhe mënyra për sigurimin e parave të nevojshme që të vija në jetë planet e mia. Për gati 2 vjet vetëm kisha menduar edhe nuk kisha bërë asgjë tjetër. Kishte ardhur koha për veprim. E ndava mendjen aty që në atë çast se unë do t'i kisha brenda një jave $1 milion që nevojiteshin. Si? Nuk isha e shqetësuar për këtë. Gjëja më me rëndësi ishte vendimi për t'i pasur parat brenda një kohe të caktuar dhe dua t'ju them,
se në çastin kur mora vendimin përfundimtar për t'i pasur paratë brenda një kohe të caktuar, më pushtoi një ndjenjë e çuditshme sigurie, siç nuk e kisha përjetuar kurrë më parë. Diçka brenda meje dukej sikur thoshte: pse nuk e more këtë vendim shumë kohë më parë? Paratë kanë qenë aty duke të pritur gjatë gjithë kësaj kohe. Gjërat nisën të ndodhin me nxitim. Thirra gazetat edhe i njoftoja se do të mbaja një mesh predikimi të nesërme në mëngjes me temë çfarë do të bëja nëse do të kisha $1 milion. Shkova të punoja për predikimin menjëherë. Por më duhet t'ju them sinqerisht se kjo detyrë nuk ishte e vështirë, nga që kisha qenë duke përgatitur atë predikim për gati 2 vjet. Shpirti që qëndronte pas tij ishte pjesë e imja. Shumë kohë para mesnatës e kisha mbaruar së shkruari predikimin. Shkova në shtrat edhe fjeta me një ndjesi besimi se mund ta shihja tashmë veten në zotërimin e $1 milion. Të nesërmen në mëngjes u çova herët, shkova një banjë, lexova predikimin, pastaj u gjunjëzova dhe u luta që predikimi im të tërhiqte vëmendjen e dikujt që do të më ofronte paratë e nevojshme. Ndërsa isha duke u lutur, sërish e kisha të ndjenjën e sigurisë se paratë ishin duke ardhur. I kapluar nga emocionet, u largova duke harruar ta merrja me vete predikimin dhe këtë nuk e zbulova derisa isha në foltoren time dhe gati për të filluar. Ishte shumë vonë për të kthyer dhe për të marrë shënimet. Por çfarë bekimi që unë nuk mund ta të kthehesha. Në vend të letrës, në vetëdia ime tha atë që ishte nevojshme. Kur nisa predikimin, i mbylla sytë dhe fola me gjithë zemrën time dhe me shpirtin e ëndrave të mia. Nuk u fola vetëm të pranishmëve, por më pëlqen të them se i fola edhe Zotit. Thash se çfarë do të bëja me $1 milion në qoftë se kjo shumë do të ishte në duart e mia. Përshkrova planet që kisha në mendje për organizimin e një institucioni të madh edukativ, ku të rinjt do të mësonin të bënin gjëra praktike në të njëjtën kohë që do të zhvillonin mendjet e tyre. Pasi kisha mbaruar dhe isha ulur, dikush u ngrit ngadalë nga vendi i tij, nja 3 rreshta afër fundit, dhe nisi të ecte drejt foltores. Pyesja me vete se çfarë kishte ndërmend të bënte. Ai u afrua, shtriu dorën dhe tha: "Pastor, më pëlqeu predikimi yt. E besoj se ju mund të bëni çdo gjë që thatë, nëse do t'i kishit $1 milion. Për ta provuar se unë besoj te ju dhe në predikimin tuaj, në qoftë se ju do të vini nesër në zyrën time në mëngjes, unë do t'ju jap $1 milion. Emri im është Filip Armur." Iriu Gonsaulus shkoi në zyrën e Zotit Armur dhe atij ju dorëzua $1 milion. Me ato para, ai themeloi Institutin e Teknologjisë Armur. Këto janë më shumë para nga sa mund të shohin gjatë gjithë jetës së tyre shumica e predikuesve. Sidoqoftë, impulsi i mendimit për paratë u krijua në mendjen e predikuesit të ri në më pak se 1 minutë. $1 milion e nevojshëm erdhën si rezultat i një ideje. Mbas idesë qëndronte një dëshirë, të cilën Iriu Gonsaulus e kishte ushqyer në mendjen e tij për gati 2 vjet. Vështroni këtë fakt të rëndësishëm. Ai i siguroi paratë brenda 36 orëve pasi arriti në një vendim përfundimtar për të siguruar ato, edhe vendosi të bënte një plan të caktuar për sigurimin e tyre. Nuk kishte asgjë të paqartë në të menduarin e të riut Gonsaulus, rreth $1 milion, as edhe një mungesë shprese. Shumë të tjerë, para tij, kanë pasur mendime të ngjashme, por kishte diçka shumë të veçantë dhe të ndryshme në vendimin që ai mori atë të shtunë të paharrueshme, kur e hodhi pas paqartësinë dhe përfundimisht tha: "Unë do t'i siguroj këto brenda 1 jave."
Duket sikur Zoti e vë veten në anën e njeriut dhe e di saktësisht atë që dëshiron, në qoftë se ai vetë është i vendosur për ta marrë vetëm atë. Për më tepër, parimi përmes të cilit doktor Gonçalvesi siguroi $1 milion është ende gjallë. Ai është në dispozicionin tuaj. Ky ligj universal është po aq i realizueshëm sot, ashtu siç ishte edhe kur predikuesi i ri e përdori atë në mënyrë kaq të suksesshme. Ky libër përshkruan hap pas hapi 13 elementet e këtij ligji të madh dhe sugjeron se si mund të vijnë ato në përdorim. Vëreni se Asa Candleri dhe Dr. Frank Gonçalvesi kishin një karakteristikë të përbashkët. Të dy e dinin të vërtetën mahnitse se idetë mund të shndërrohen në para nëpërmjet fuqisë së qëllimit dhe planeve të përcaktuara. Nëse ju jeni një ndër ata që besojnë se vetëm puna e madhe dhe ndershmëria do t'ju sjellin pasuri, harrojeni atë mendim. Kjo nuk është e vërtetë. Pasuritë kur vinë në sasi të mëdha nuk janë kurrë rezultatet e punës së madhe. Pasuritë vinë, nëse ato vërtet vinë, si përgjigje ndaj kërkesave të caktuara, bazuar në zbatimin e parimeve të caktuara, dhe jo nga rastësia ose fati. Duke folur në përgjithësi, një ide është një impuls i mendimit që nxit veprime duke i bërë thirrje imagjinatës. Të gjithë shitësit e Zot e dinë se idetë mund të shiten aty ku malli nuk mundet. Shitësit e zakonshëm nuk e dinë këtë. Kjo është arsyeja pse ata janë të zakonshëm. Një botues librash i cili shet për pak fitim bëri një zbulim që do të jetë me shumë vlerë për botuesit në përgjithësi. Ai e kuptoi se shumë njerëz blejnë titujt dhe jo përmbajtjet e librave. Duke ndryshuar pak titullin e një libri që nuk po blihej, arriti të rriste shitjet e atij libri në më shumë se 1 milion kopje. Brendia e librit nuk u ndryshua as pak. Ai thjesht ja hoqi kapakun me titullin e librit që nuk shitej dhe i buri një kapak të ri me një titull që kishte vlerë biznesi. Kjo, aq e thjeshtë sa mund të duket, ishte një ide. Ishte një imagjinat. Nuk ka çmime standarde për idetë. Krijuesi i ideve e përcakton vetë çmimin e tij, dhe nëse është i Zoti, e merr atë vlerë. Industria e televizionit krijoi një tufë të tërë milionerësh. Shumica e tyre ishin njerëz që nuk mund të krijonin ide, por ata kishin imagjinatën për t'i njohur idetë kur i shihnin. Një tufë tjetër milionerësh do të krijohet nga biznesi i radios, i cili është i ri edhe i pambingarkuar me njerëz me imagjinatë të mprehtë. Parat do të krijohen nga ata që zbulojnë ose krijojnë programe të reja dhe më të admirueshme, edhe që kanë imagjinatën për të njohur merita dhe për të dhënë dëgjuesve të radios një mundësi që të përfitojnë prej saj. Sponsori, kjo viktim e pafat që tani paguan koston e të gjithë argëtimeve të radios, së shpejti do të ndërgjegjësohet ndaj ideve dhe do të kërkojë diçka në këmbim të parave të tij. Njeriu që u siguron sponsorëve barazim, gjithashtu edhe programe që ofrojnë shërbime të dobishme, është njeriu që do të bëhet i pasur në këtë industri të re. Këngëtarët dhe artistët mediokër që tani ndosin ajrin me performanca pa vlerë dhe qesharake, do të largohen nga rruga dhe vendet e tyre do të zihen nga artistë të vërtetë, të cilët zhvillojnë programe të planifikuara me kujdes dhe që janë projektuar për të shërbyer mendjes së njerëzve, si dhe për t'u ofruar argëtim. Kjo është një fushë e gjerë dhe e hapur mundësish, e cila u lërin me protestën e saj për mënyrën se si është duke u vrarë për shkak të mungesës së imagjinatës, dhe lutet për shpëtim me çdo çmim. Mbi të gjitha gjërat që radio ka nevojë janë idetë e reja. Nëse kjo fushë e re mundësish ju intrigon, ndoshta mund të përfitoni nga sugjerimi se programet e suksesshme të së ardhmes në radio do të kenë më shumë vëmendje për të krijuar audienca vlerësish dhe më pak vëmendje për audienca dëgjuesish. E thënë më thjesht, krijuesit e programeve të radios
që do të kenë sukses në të ardhmen duhet të gjejnë mënyra praktike për të kthyer dëgjuesit në blerës. Për më tepër, producenti i suksesshëm i programeve të radios në të ardhmen duhet t'i përmirësojë karakteristikat personale në mënyrë që ai patjetër të mund të tregojë efektin e tij mbi audiencën. Sponsorët po lodhen nga blerja e emisioneve ku flitet pafund bazuar në tema që burojnë nga hiçi. Ata duan edhe në të ardhmen do të krijojnë dëshmi të padiskutueshme se programi jo vetëm që do t'i ofrojë miliona njerëzve të qeshurat dhe kënaqësi ndjellëse, por se ato të qeshura mund të shesin reklama. Një gjë tjetër që duhet të kuptohet nga ata që mendojnë të hyjnë në këtë fushë të re mundësish, është se reklamat e radios do të trajtohen nga një grup tërësisht i ri ekspertësh të reklamave që ndahen dhe dallohen nga punojësit e agjencive të reklamave edhe të gazetave edhe të revistave të kohëve të vjetra. Të vjetrit në fushën e reklamave nuk mund t'i lexojnë reklamat e bërë në radio moderne, sepse ata kanë qenë të shkolluar për të parë dhe lexuar idetë. Teknika e re e radios kërkon njerëz që mund t'i interpretojnë idetë nga dorëshkrime në trajtën e tingullit. Autorit i është dashur një vit pune të vështirë edhe shumë mijëra dollar për ta mësuar këtë. Aktualisht, radioja është aty ku ishte dhe televizioni kur Mary Pickford dhe kaçurrelat e saj u shfaqën për herë të parë në ekran. Ka mjaft hapësira në radio për ata që mund të prodhojnë ose të njohin idetë. Nëse komenti më sipër për mundësitë e radios nuk e ka bërë fabrikën tuaj të ideve të fillojë të punojë, më mirë ta harroni atë. Mundësia juaj është në ndonjë fushë tjetër. Nëse komenti ju ka intriguar sadopak, shkoni më tej dhe mund të gjeni idenë që ju duhet për të plotësuar karrierën tuaj. Andrew Carnegie dinte shumë pak rreth bërjes së çelikut. Vetë Carnegie më ka thënë këtë. Por ai përdori 2 nga parimet e përshkruara në këtë libër dhe bëri që biznesi i çelikut t'i dhuronte atij një pasuri të madhe. Praktikisht, historia e çdo pasurie të madhe fillon me ditën kur një krijues dhe një shitës idesh bashkohen dhe punojnë në harmoni. Carnegie e rrethoi veten me njerëz që mund të bënin gjithçka që ai nuk mundte ta bënte. Njerëzit që krijonin ide dhe njerëz që i vinin idetë në veprim, duke e bërë veten dhe të tjerët mrekullisht të pasur. Miliona njerëz e kalojnë jetën duke shpresuar për ndryshime të favorshme. Ndoshta një ndryshim i favorshëm mund t'i jap dikujt një mundësi, por plani më i sigurt është të mos varesh nga fati. Ishte një ndryshim i favorshëm që më dha mundësinë më të madhe në jetën time. Por mu deshën 25 vjet përpjekje të vendosur për të përkushtruar ndaj mundësive, përpara se të bëhej një aset. Ndryshimi qëndron në fatin tim të mirë kur u takova dhe sigurova bashkëpunimin me Andrew Carnegie. Në atë rast, Carnegie mbolli në mendjen time idenë e organizimit të parimeve për të arritur në një filozofi suksesi. Mijëra njerëz kanë përfituar nga zbulimet e bëra gjatë 25 vjet hulumtimesh, edhe shumë pasuri janë grumbulluar përmes zbatimit të filozofisë. Fillimi ishte i thjeshtë. Ishte një ide që gjithkush mund ta zhvillonte. Ndryshimi i favorshëm erdhi përmes Carnegies. Por, po vendosmëria, përcaktimi i qëllimit, dëshira për të arritur objektin, edhe përpjekjet e vazhdueshme për 25 vjet, nuk ishte një dëshirë e zakonshme ajo që i mbijetoi zhgënjimit, shkurajimit, humbjes së përkohshme, kritikave dhe kujtesave të vazhdueshme për humbje kohe. Ishte një dëshirë e zjarr, një mani. Kur ideja u hodh për herë të parë në mendjen time nga zoti Carnegie, ajo ishte marrë me të mirë, ushqyer dhe joshur për të mbetur gjallë. Shkallë, ideja u bë një gjigant në pushtetin e vet dhe kjo më mori me të mirë. Më ushqeu dhe më tërhoqi. Kështu janë idetë.
Së pari ju jepni atyre jetë, veprim dhe udhëzime. Më pas, ato marrin fuqi dhe i kapërcejnë të gjitha kundërshtimet. Idetë janë forcat e paprekshme, por kanë më shumë fuqi se truri që i ka lindur ato. Ato kanë fuqinë për të jetuar, edhe pasi truri që i ka krijuar është kthyer në pluhur. Merrni për shembull fuqinë e krishtërimit. Ajo filloi me një ide të thjeshtë të lindur në mendjen e Krishtit. Parimi i tij kryesor ishte: silluni me të tjerët ashtu siç do të donin që të sillet të silleshin me ju. Krishti u kthye sërish ande nga kishte ardhur, por ideja e tij vazhdon marshimin. Një ditë ajo do të rritet dhe ndërgjegjësohet. Atëherë ajo do ta ketë plotësuar dëshirën më të thellë të Krishtit. Ideja është zhvilluar vetëm 2000 vjet. Jepini kohë asaj. Suksesi nuk kërkon shpjegime. Dështimi nuk i pranon justifikimet.